Në shumicën e rasteve, gratë dhe vajzat të cilat janë viktima të dhunës të pajisura me urdhër mbrojtje drejtohen pranë institucionit tonë për të kërkuar asistencë për procedurat e zgjidhjes së martesës dhe kujdestarisë së fëmijëve. Përgjatë vitit 2025 janë administruar në total 920 vendime gjyqësore me objekt pranimin e kërkesës për ndihmë juridike dytësore, ndër të cilat 170 janë përfituese të drejtë për drejta gra dhe vajza viktima të dhunës në familje. Problematikat kryesore lidhen me çështjet e përfitimit të urdhrit të mbrojtjes, një procedurë e cila edhe në kontekstin e sotëm sjell goxha sfida për përfitimin, jo vetëm për përfitimin e urdhrit të mbrojtjes, por edhe për ekzekutimin e tij në praktik.